Përshëndetje, faleminderit për ftesën, shpresoj që jeni mirë gjithë. Flasim për rezultatin e LDK-s, realisht u shënua një ngritje nga zgjedhjet e 28 dhjetorit, si e pritin LDK-ja? Po, unë jam kandidat për deputet, LDK-ja ka zëdhënësin dhe ka kryetarën e partisë, ata e kanë bajt e kanë dhënë një deklarat dje, ajo është qëndrimi zyrtar i LDK-s, unë mund të flas vetëm për pikpamjes time si Ermalia, si kandidat për deputet. Mendoj që e kemi rujt, nuk mendoj, po shifet e kemi rujt votusin, e kemi rujt votën që e kemi pas, megjithatë s'kemi mbri me mobilizu vot 3, edhe këtë votusin e paknaqur ne do të me mendu si me e kthy besimin e tij, si me e kthy ka ne, sepse mendoj që kemi çka me i ofru, kemi program të mirë, kemi ekip të mirë, por duhet të komunikohet më mirë me ta, më fuqishëm, më konkret, me qenë më i qartë se çka është më mirë për jetën e tyne, për jetën e fëmijëve tyne, për të ardhmen e tyne nëse votojnë për LDK-n. Kjo është duhet me qenë esenca të ashtutje, duhet punojmë më shumë edhe ne, të reflektojmë, nuk jemi në rrugë të keqe, rruga nuk është e keqe, por nuk ishte edhe kohë, zgjedhjet ishin vitin 2025, në fund të vitit 2025, gjatë kësaj kohe nuk është që kemi pas ndaj mundësi të madhe dhe punojmë shumë për shkak të gjithë këtyre trazirave institucionale që janë. Unë e kam marrë me pozitivitet, por normalisht unë kërkoj gjithmonë më shumë, dhe secili prej neve duhet kërkoj gjithmonë më shumë sepse mendoj që meritojmë shumë më shumë se ky rezultat. Ermal, si e pat mos daljen e qytetarëve, refuzimin për të marrë pjesë në këtë zgjedhje? Kam fjalën e një numër të konsiderueshëm të tyre, sepse realisht mund të themi se mund të jetë edhe një mesazh për partitë politike nga zhgënjimi që patën, sepse janë nënshtruar 3 proceseve zgjedhore parlamentare brenda një viti, shtoj asaj edhe zgjedhjet komunale, balotazhin dhe të tjera që kemi pas. Mendoj që është mesazh i qartë për gjithë ne, që i kemi lodh, i kemi trazu, qytetari nuk dën me u marrë me zgjedhje, ai ka punën e vet, është mjek, është inxhinier, është punëtor fizik, ku diun. Këto luftrat politike duhet ndalen, duhet ulemi të bisedojmë gjithë, të gjejmë një zgjidhje. Nuk jemi shtet ne në luftë, lufta ka përfundu, kemi fituar në luftë, edhe duhet t'i japim këtij vendi zhvillim edhe t'i japim ide dhe projekte, jo polarizim edhe linqimet që i përjeton ju çdo ditë nga ona jonë, dhe vërtet një keq sot në këtë aspekt. Një numër kaq i madh i qytetarëve që nuk kanë votuar. Dëgjoj, tash ai goditjen më të madhe ka marrë vetëvendosja sepse e kanë kuptuar dhe qytetarët që ata kanë qenë bllokuesit e vitit 2025, por ne nuk do tash të themi kush ka qenë bllokuesi, ne do të themi çka di me bo ne më mirë. Mos merremi me bllokuesin, qytetari e ka thonë kush ka qenë bllokuesi, por ne duhet merrem me ide, me vizion, me strategji konkrete se si duhet ky vend me përparu. Kjo kishte me qenë rruga e duhur, se qytetarët kanë nevojë për vizion të tillë. Ata po dalin, po na japin edhe votën, atë që na kanë dhënë, por ata kanë nevojë që na me i tregu ku mas 4 vjet, 5 vjet, 10 vjet, domethënë një strategji të qartë. Po, Ermal, e kemi një panel